Të sqarojmë pjesën e asaj që përkon me këtë industri, duhet kuptojmë që është një nga industritë e cila ka pas një rritje me të vërtet të rëndësishme në vitet e fundit dhe për më tepër gjithë bizneset, edhe për fat kemi këtu përballë kryetarin e shoqatës së BIM-ve armatike mjekësore të Shqipërisë, kanë kontribuar dhe kanë investuar, le të themi, mundin e 30 viteve të fundit për të përmirësuar, le të themi, edhe për të rritur cilësisht pjesën e asaj që përkon me standardet, cilat kanë bëjnë me përpunimin e këtyre BIM-ve. Pra, duhet kuptojmë që është një sektor shumë rëndësishme, së pari. Së dyti, probleme që lidhen drejt për drejt me çështjet të sigurisë ushqimore janë probleme të cilat kanë ekzistuar dhe normalisht sektori ka qenë i vënë në dijeni, le të themi, për vite me radhë. Të sqarojmë paktën këtë pjesën e asaj që përkon me praninë e salmonelës. Që në vitin 2005, Bashkimi Evropian kanë nxjerrë një rregullore të dedikuar pjesës asaj që përkon me praninë e salmonelës edhe të baktereve, enterobaktereve të tjera, në produktet ushqimore dhe tek pjesa e materialit bimor të BIM-ve mjekësore dhe aromatike. Dhe padyshim që prania e salmonelës është një tregues shumë i rëndësishëm për sa i përket sigurisë ushqimore. Por më rëndësishme nga të gjitha nuk është vetëm thjesht të identifikojmë problemin e salmonelës, më rëndësishme nga të gjitha është të gjejmë zgjidhje për sa i përket mënyrës se si ne do ta trajtojmë këtë problem. Edhe diçka tjetër që zoti Gjoka e sqaroi është që me të vërtetë është kthyer një kamion nga jashtë apo nga Gjermania, por kjo nuk do thotë që ky kamion me salmonel, me këtë produkt me salmonel duhet ta zgjesuar, absolutisht se jo. Të sqarojmë edhe diçka tjetër që prania e salmonelës nuk do thotë që produkti është i pakonsumueshëm. Nëse përdoret për çaj, ky produkt i cili kalon në pjesën e trajtimit termik të tij, bën të mundur që ta shkatërrojë salmonelën. Që do të thotë, praktikisht ka të bëjë me standardet e cilësisë. Dhe pjesa e saj që përkon me ndotjen që vjen nga salmonela ka burime me të vërtet të ndryshme. Duke filluar burimet të cilat lidhen drejt për drejt në pjesën e saj që përkon me materialin bimor në terren, me të gjithë pjesën e saj që përkon me të gjitha standardat dhe protokollet që përdoren gjatë kultivimit dhe padyshim gjithçka që ka të bëjë me ndotjen gjatë procesit të tharjes apo të pasvjeljes. Burimet e salmonelës është mirë që t'i themi dhe të kuptojmë që edhe pjesa e saj që përkon me biznesin nuk mund të do t'i anashkalojë. Por nëse flasim për bimët e egra, ato rriten në natyrë. Megjithse këto produkte shpesh janë të kontaminuara nga salmonela, cila është arsyeja? Burimi i ndotjes vjen nga shpendët e egër, vjen nga kafshët e egra, vjen nga mënyra e trajtimit të këtij produkti pas vjeljes, tharja në lagështirë, tharja në rrugë, tharja në kushte të një mjedisi të kontaminuar e bën këtë produkt mrekullueshëm që vjen nga natyra të kontaminohet.